Katër deklaratat e Olca Muhametit që po përfliten me të madhe. Tasha për keq, a për mirë, nga në deri në fund. Producentja e Big Brother VIP Kosova 3, Olca Muhameti, gjatë një interviste të dhënë për një televizion në Shqipëri, i ka rrëfyer të gjitha ato që ndodhen në këtë format. Besa, me thonë të drejtën, edhe disa prapaskena, akuza e deklarata të forta. Ajo ka folur për situatat që bën bujë në këtë edicion e që normalisht situata më e zhurmshme e këtij edicioni ka qenë padyshim hyrja e Atilla Kardesh. Njerëzit protestuan për hyrjen e tij në Big Brother për faktin se ish gruaja e tij, Drenusha Latifi, e denoncoi për dhunë në familje. Olca ka sqaruar këtë teksa bën deklaratën e papritur ku thotë: pra unë poshtë dokumentat ligjore, ligjërisht Atilla nuk e kishte dhënuar Drenushën. Në momentin që Drenusha nuk e kërkonte largimin e Atillës, të gjitha palët ishin shumë okej. Do me thonë të na jënë ba avokata, gjykatësa, prokuror, nuk e di qysh ka mujtë me dhonë një arsyetim të tillë për hyrjen e Atillës në Big, ku kjo Olca i ka po shumë mirë foto që Drenusha u kanë e dhunume prej Atillës. Edhe qofse Atilla s'ko kalkon dhunues, pse mas 24 orësh e largut prej Bigut, pse morë gjop nga shteti, hajtë thuma pse. Deklarata tjetër e Olcës ishte për Gjestin, para se të hynte pra në shtëpi ku thot erdhi nga disa probleme rehabilitimi, na është lutur shumë edhe e morëm në Big Brother. Para mendo këta po shteka njerëz mu rehabilitu në Big Brother. Se nuk pas ka spital, veç formati i Bigut ka me të mu rehabilitu. Po pse mërë kjo s'ka dojnë me thonë qitë deklarat, sa e ka pas konkurent të vetën. Po tash, masi e kalli me shikushmëri momentin që shkoj në Big të Shqipëris, po vrejet që ja pas ka marri nati këgja shumë kjo Olca Gjestit. Deklarata tjetër e Olcës ke për produksionin e Bigut në Shqipëri, ku ju jep ke leksione se qysh është dasht mu sjell me Gjestin, se qysh është dasht me andryshu lojën Gjestit, se është e ba lojën e njëjtë si në Big të Kosovës. A i qa ka thonë, po kjo s'dite me majtë në Big të Kosovës, ju shqit ka men produksionit të Shqipëris. Se realisht mundet me dalë gjithë kush e me thonë qka do për Big të Kosovës, ama një sen është shumë e vërtet me daljen e Gjestit ju pat ra shikushmëria në ekstrem. E normalisht që Bigut të Shqipëris ju pat dhe të fishu shikushmëria momentin që e kam prezentu si banor Gjestin. Olca theksoj se për një përballje të rëndësishme brenda lojës fitohen 150.000 deri në 200.000 euro nga mesazhet e votuesve. Një televotim i fortë tha jo finalja, por për një përballje e rëndësishme brenda lojës mund të sjellë deri në 150.000 ose 200.000 euro vetëm nga mesazhet e votuesve. U shpreh Olca: "Kogja pare tyve, pse mos më bë të këto skenare sa parja po fitoj kase."